Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e hënë, data shënon 16 shkurt 2026, është ditë 47 e vitit. Dielli sot ka lindur në orën 6:35 minuta, ndërkohë që do të perëndoj në orën 17:15 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat. Në pjesën e tretë do të jemi me ekspertin, me zotin Kujtim Hoxha, dhe në pjesën e katërt me ekspertin e emisionit ton, Marcel Rupin. Por, fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Rasti Balluku. Partia Socialiste blokon gjyqësorin që të pezulloj ministrat. Nisma. Si ndryshon neni 242. Socialistët, përmes ndryshimeve ligjore në kodin penal, nuk do të lejojnë gjykatat që të pezullojnë nga detyra ministrat apo një post tjetër kushtetues. Grupi parlamentar socialist do të prezantoj sot nismë ligjore të firmosur nga kryeministri Rama për të zgjidhur mosmarrveshjen e kompetencave mes ekzekutivit dhe gjykatave lidhur me vendimin për pezullimin nga detyrat Belinda Ballukut. Por si ndryshon neni 242 i kodit penal dhe kush shpëton tjetër nga pezullimi përveç ministrave. Në faqen 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës. SPAK ka zbuluar të merre për akshin gazetari, hetimet për Ballukun drejt grupit të strukturuar kriminal. Detajet. Akshi organizat mafioze e nivelit më të lartë. Hoxha, dobësimi i SPAK përplas Shqipërinë me SBA dhe BE. Në faqen 4 gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë, imuniteti i Ballukut, Rama firmos ndryshimet në kodin penal, Berisha akuza për mburoj ligjore. SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Këshilli mblidhet brenda javës. Në faqet 2 dhe 3. Vetplagosja lan gjakun dhe fshehan armët, hijet e ngjarjes në hotel Gjuta. Në 12 qytete, kompensimi i pronave. Lista e re me 495 pronarët përfitues. Në faqen 22 gjeni listën me 495 emra për gjithë ata që janë pritjet kompensimit për pronat. Botimi të rinj zbulojnë Musinen përmes librit të Uran Butkës. Në faqen 13. Kromi, nafta dhe bitumi shqiptar drejt Kinës më 1964. Kushtet e motrës madhe për Enverin. Pse shkoj delegacioni ynë në Suedi? Një shkrim nga Plum Vreka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, Zef Preçi shkruan imuniteti i Ballukut apo integrimin Bashkimin Evropian. Krau jugori i Europës kalon nga Roma, nga doktor Valbona Zeneli. Blerim Vakaj, modeli danez, slovake, sloven i zgjedhjeve. Në faqet 18 dhe 19. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare. Gazeta Panorama e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, Shtrada e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Ai që reformoi dhe rilindi drejtësinë sot është bërë garanti i shkatrimit të saj. Speciale nga Marash Gilej. Sunduesit tanë janë dashuruar marrëzisht me pushtetin dhe pasurimin me çdo mjet palishëm. Shkatruan arsimin, shëndetësinë, djallosën reformën territoriale dhe shpopulluan vendin duke e kthyer në azil pleq. Kjo ndodhi fal drejtësisë së padrejt nga i vetquajturi, si baba i saj, pa ndihmën e askujt, përveç Sorosit dhe disa ambasadorëve që na trajtuan si budallënj. Besoj se ju kujtohet kur zgjodhet prokuroren e përgjithshme Arta Marku me 69 vota, kur duheshin 84. Me këto qëndrimet poshtra ndaj ligjeve, treguat se qeveria ka humbur çdo legjitimitet morale politik. Skandali me vettingun, gjyqtarja Gjoka dhe refuzimi nga babai i drejtësisë për të hequr mandatet e zyrtarëve të korruptuar tregojnë papjekuri. Në faqet 4 dhe 5, materiali i plot. Fluturojnë 2 milion euro për të vrarë mizat, ndërkohë që kanalet kulluese dhe ato të ujrave të zeza janë plot me mbetje dhe shtojnë në rrezikun e përmbytjeve e sëmundjeve. Drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara i shpat luftë mizave me tenderin në rreth 2 milion euro me 6 lote
me fitues të paracaktuar, me pazar në tavolinën e oligarkëve të pushtetit që do të dezinfektojnë Bregdetin, ja skema abuzive në faqen 7. Tituj të tjerë, Kryeministri Rama, sot depozitojmë nismën për ndryshimet ligjore. Gjyqësori nuk mund të paralizojë ekzekutivin, askush s'është mbi ligjin. Analiza Nako Petro, kur politika ndëshkon dijen dhe mbron mediokritetin e militantëve pa diploma, vendi nuk njeh progres. Pajsor Kajmaku, pse nuk ndërtohet korridori strategjiko-ekonomik i Toskërisë nga Kolonja, Skrapari, Berati e deri në Bregdetin e Semanit. Në faqen 19. Milionat e babzis, dorëheqja e karçanajt nga Akshi e detyruar, Labani bleu pron 400.000 euro të një grup krimi në hetim nga SPAK. Bici i OST-s që ras me 5.3 milion euro pagar oligarkinë elektrike. Pas satelitëve, Agolli i FSSH-s jep 2.7 milion euro për foto qiellore. Korupcioni, aferat e inceneratorëve, PPP-t, videot apo vetingu, shkak që SPAK nisi procedurat për burgosjen e Agaçit, milionat dhe guri Sizifit të deputetit. Dosja me aferat e Arben Shehut, jasi i vonon auditimet e KLSH-s në 10 muaj, jashtë çdo afati ligjor për ministrit e drejtorit. Banori i Big Brother VIP Albania, flet Artan Kola, këngëtari që e bëri Gajdexhi unë hitin më të preferuar në kin me 1.2 miliard shikime, surpriza që më bëri Tish Daia, kur më tha me slotëve se ky është kompozimi im. Në faqet 14 dhe 15. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Rasti Balluku, Rama i vë firmën e tij ndryshimit ligjor që frenon hetimin e ministrave. Do depozitohet në kuvend ndryshimi ligjor që pëson neni 242 i kodit procedurës penale, jo vetëm ministrat, një kush shpëton tjetër nga masat e drejtësisë në rast se duhet merret nën hetim për korrupsion. Në faqen 4, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës nga Artan Duka, demokraci mbi rër. Problemi ynë, të cilin propaganda e mjegullon me qëllim, nuk është thjesht se në maj kanë zënë vend politikantë prap, por se ne, qytetarët, nuk kemi më fuqi reale në dorë. Ata nuk zbrazin vetë, ne nuk u apresim do degën. Qytetari duhet ketë gurin e arrën në dorë dhe këta e mundson sistemi majoritar. Rikthimi i majoritarit duhet ishte sot debati vërtet në politikë. Partitë e sotme i ruhen atij si djalli nga Temjani, por tek problemi fle edhe zgjidhja. Në faqen 3. Tituj të tjerë, pyetje përgjigje me lexuesit, si ta gjykojmë punën e deri tanishme të drejtësisë së re, me optimizëm, zhgënjim apo me durim? Frika nga ndjekja penale është bërë faktor në vendimmarrjen e administratës. Ky është funksion parandalues i drejtësisë, po aq i rëndësishëm sa dënimi vet. Megjithatë, drejtësia e re është ende në provim. Në faqen 2. Deklarata BE apo Ballukun, Marta Kos, nëse prekni drejtësinë e re, rrezikoni integrimin. Komisionerja për zgjerim, nuk do tolerojmë cënimin e gjyqësorit në shtetet kandidate. Në brëndësi për librin e tarifës, bisedë me Volterin, botimi i ri në faqet 6 dhe 7. Në një vjetorin e ikjes së Shaban Muratit, in memoriam, rubrika e shëndetit zgjidhet misteri pse disa vaksina anti-Covid shkaktuan pikësjet gjakut.
cilat ishin 2 llojet e vaksinave që përdorën gabimisht një version të modifikuar të virusit. Shkruar kur nga fshati iku dhe i fundit. Një shkrim nga Indjeri Petrit Ruka. Eva dhe Endrit, fundi një makthi 12 vjeçar, Rasti Dumani. Në faqen 9. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, Shtrata e Gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. Presioni i Bashkimit Evropian për bllokimin e negociatave detyron Ramën të mbledh Këshillin e Mandateve Balluku në pritje të prangave të SPAK, 16.000 faqe prova dhe përgjime për zëvendës kryeministren e pezulluar. Në faqen 7. A është kjo ftesa e presidentit Trump për Edi Ramën? Tjetër pazar, Berisha Balluku, zëvendës kryeministria e marrë në hetim nga SPAK i jep leje ndërtimi ortaku të dhëndrit të kreut të PD-s që jetohet tek afera Partizani. Politika në ankth, protesta e opozitës, imuniteti i Ballukut, integrimi në Bashkimin Evropian dhe lufta kundër korrupsionit, McAllister dhe 8 eurodeputet zbarkojnë në Tiranë. Rama sfidon SPAK dhe i vë firmën e tij ndryshimit ligjor që frenon GKK-on të pezullojë ministrat. Sot Partia Socialiste prezanton detajet dhe depoziton drafti në kuvend, ja ku shpëton tjetër nga nisma e mazhorancës. Në faqen 6. Priten zhvillimet forta brenda Partisë Demokratike. Saljani sfidon hapur Sali Berishën, e akuzon se po tenton të zhduk çdo zë brenda partisë. Ja lëvizja surprizë që do të lëkund karrigen e kreut të demokratëve. Dosja e re për Sali Berishën, Spartak Ngjela plas bombën. Aleksandër Meksi mba në duar informacione sekrete që mund të fundosin kreun e PD-s. Thirrje që të bëhet pentito, çfarë po zihen në zyrat e SPAK. Tituj të tjerë. Rama i kërkon mëshirë Trumpit. Shefi i tij Alex Soros sulmon presidentin e SBA-s nga konferenca e Meniut. Aurontare denoncon projektin TID në Durrës, është operuar fshehurazi, 6 vite proces pa konsultime me banorët, 74 shtëpi drejt prishjes pa debat publik, pse heshtin specialistët e trashëgimisë. NATO e pezullon Edi Rama biznes me Elbit Systems përmes Kajos, detaje nga kontrata 100 milion euro top secret për armatime. Adrian Devolli, Shqipëria ka art, por institucionet nuk e shohin. Në faqen 18. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Sot. Për ditën e sotme ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, Shtrata e përditshme, më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Diktaturë e vllaznisë, Dodaj djeg Elbasanin. Kuqe blut triumfojnë fal një goli të përforcimit të dimrit në minutën e 95. Verde blut rezistojnë deri në shtesë, sherrë dhe polemika për gjykimin. Në faqet 6 dhe 7. Kryeartikulli Panorama Sport, dueli i kryeqytetit, derbi Partizanit, Tirana ndalet nga shtyllat dhe fati. Të kuqt dominojnë në pjesën e parë, bardhë dhe blut zgjohen në të dytën, por ngecin 8 traversat. Demi, të mbaruar pa Europën, me shans në derbi. Kërnaja s'ka eufori dhe frikë, tereni favorizoi kundërshtarët. Ibrahimi, fitoria më shijoi, dua ekip me këmbë në tokë. Nuhiu, kokën lart, ta harrojmë sa më shpejt këtë ndeshje. Në faqet 2 deri në faqen 4 gjeni materialin e plot mbi derbin e ditës djeshme. Në Durrës, Kodobelli si hero, Teuta del nga makthi i rezultateve. Në Elbasan Arena, flamurtari rëmben një pik, Dinamo ka humbur rrugën. Përballja Paqen Vor,
Egnatia blokohet nga Bellaj. Faza e dytë mbyllet me polemika, ja kalendari në vazhdim. Kategoria e parë, marshojnë 3 kryesuesit, Lushnja dhe Apolonia, akuza për gjykimin. Në faqet 10 dhe 11. Kategoria e dytë, Beslidhja dhe Oriku nuk lëshojnë pe në 2 grupe. Tituj të tjerë, sot zgjedhjet FSHF një presidentin, Kuriu tërhiqet nga gara. Në faqet 14 dhe 15. Derbi i Italis, gjykim skandaloz, Interi mund Juven mes polemikave. Spanjë, mbrojtja e Barçës futuj, Reali feston pa Mbapen. Gjermani, Bayerni blindon Kreun, Gorecka e Kane nuk ndalen. Olimpiada dimrore, Lara Kulturi, larg Kreut në garën e slalomit gjigant. Në faqen 16. Ky ishte titulli i fundit nga faqja e parë e gazetës Panorama Sport për ditën e sotme. Gazetën më të madhe sportive në vend e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë, tani do t'i rikthemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Rasti i Balluku. Partia Socialiste blokon gjyqësorin që të pezulloj ministrat. Nisma. Si ndryshon neni 242. Socialistët përmes ndryshimeve ligjore në kodin penal nuk do të lejojnë gjykatat që të pezullojnë nga detyra ministrat apo një post tjetër kushtetues. Grupi parlamentar socialist do të prezantoj sot nismën ligjore të firmosur nga kryeministri Rama për të zgjidhur mosmarrveshjen e kompetencave mes ekzekutivit dhe gjykatave lidhur me vendimin për pezullimin nga detyrat Belinda Ballukut. Por si ndryshon neni 242 i kodit penal dhe kush shpëton tjetër nga pezullimi përveç ministrave. Në faqen 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës. SPAK ka zbuluar tmerre për Akshin, gazetari, hetimet për Ballukun, drejt grupit të strukturuar kriminal. Detajet. Akshi, organizat mafioze e nivelit më të lartë, Hoxha, dobësimi i SPAK përplas Shqipërinë me SBA dhe BE. Në faqen 4, materiali i plot. Tituj të tjerë, imuniteti i Ballukut, Rama firmos ndryshimet në kodin penal, Berisha akuza për mburoj ligjore. SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Këshilli mblidhet brenda javës. Vetplagosja lan gjakun dhe fshen armën, hijet e ngjarjes në hotel Gjuta. Në 12 qytete, kompensimi i pronave, lista e re me 495 pronarët përfitues në faqen 22 për gjithë ata që janë në pritje ose janë të interesuar që preken nga kompensimi dhe janë në pritje të kompensimit pronave, mund të shihni sot listën me 495 emrat në gazetën Panorama. Botimi të rinj të zbulojnë Musinen përmes librit të Uran Butkës në faqen 13. Kromi, nafta dhe bitumi shqiptar drejt Kinës më 1964, kushtet e motrës madhe për Enverin, pse shkoj delegacioni ynë në Suedi, një shkrim nga Plumvreka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën në opinion, imuniteti i Ballukut apo integrimin në Bashkimin Evropian, nga Zef Preçi. Dr. Valbona Zeneli, krau jugor i Europës, kalon nga Roma. Opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama e ditës sotme vjen nga Blerim Vakaj, modeli danez, slovake, sloveni zgjedhjeve. Faqet 18 dhe 19. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi pas pak me telefonata në studio. Publicitet.
Në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave, mirëmëngjes për gjitha që na bashkojnë këtë moment dhe gjithashtu mirëmëngjes telefonat e parë për ditën e sotme dhe për këtë javë, hënë 16 shkurt 2026. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes sot për ndafili me vetë. Përshëndetje zotëri. Ju uroj shëndet dhe para i dashur Klevis. Faleminderit. Ajo që më shqetëson mua i dashur, thënia e kryeministrit për të mos hetuar ministrat. Vetëm në Shqipëri ndodh dhill sa të duash se nuk të gjen gjë. Unë jam 82 vjeç i dashur Klevis. Dhe më kujtohet në sistemi komunist. Unë jam i persekutuar politik. Atëherë deri në 2000 lek nuk dënoheshe. Kaloi 2001 lek, futse në burg. Kurse sot, po të jesh ministër, apo zënë kryeministër, dhill sa të duash se nuk të hyn një gjep në këmbë. Këto i dashur janë parat e popullit. Janë djesa dhe sakrifica e popullit. Po qa bëna i spaku ma vlla që merr nga 7 milion. 7 milion do të thot me 20 herë më shumë se sa mua që kam punuar 20 vjetë në për Shqipëri, në fabrika, uzina, hidrocentrale, e ku do t'i unë. Dhe marrë një pension qesherak 190.000 lek. Kurse këta nuk djetë se sa lek fusin. Shikoja në parlamentin dashur Klevis. 92 votimi për atë rezolutën e herojnë të luftës Kosovë, 92 deputet. Po 28 ku janë i dashur? 28 të tjeri kene për botë duke për qef në për hotele, restorante, në jahte, ku në di unë. Po që bëndë këshuma këta janë për shejikët e Shqipërisë. Edi Rama ka këshuar Shqipërinë në pronën e vetë, po shef Sazanin, Zvërnecin. Unë kam punuar në Vlorë 3 vjetë dhe kam qenë në Sazan, në Varkë. Kam qenë në Zvërnec, shkoni me një verë nate. E ku të di unë. Po mirë më vëlla, po gjitha të lekë ku i shpjegë e ka shqitur, po ku i shpjegë lekët. Pensionet nuk ngrihen me 2%, ngrihen pensionet dhe rogat e qytetarëve. Kurse rogat dhe pensionet e pushtetarëve janë ngritur deri në qiell. Prandaj ky popull do të ngrihet në protesta, dhe jo protesta themun, po në revolucion të përmbyshet ky pushtet një sahat më parë. Duhet të votojmë o popull, duhet të votojmë në kryeministër një biznesmen, si që është Agronshehu. Ai nuk ka nevojë të vjedhi, ai nuk ka nevojë të fusë duart në xhepat e qytetarëve. Ai është një biznesmen shumë i suksesshëm dhe një njeri shumë i ndershëm. Këta djemë na duhen neve për të qeverisur vendin. Sot po largohen nga Shqipëria 4 djemë në një orë. Imagjino se s'do. Në përmetin tim thuhet se nuk ka djemë për të martuar vajzat. Në parlamenti, unë i falenderoj ato zonjat e kraut gjatë, që edhe ati Panos, se ka i Panua, që i bën apel presidentit për të mos dekretuar ligjin e LGBT-ve. Për që shkëpur me miraton parlamenti për homoseksuale, tërë të ketë parlamenti i homove. Në ka sjellë Evropa, në këshilli Evropës një homoseksual që përfaqëson Evropën në Shqipëri. Mor nuk e dua më Evropën. Ne mjaft kemi Amerikën e vet. Një problem e gjatë e Shqipëria dhe të bitë e gjerë. E qartë, mirë. Në çdo moment, në çdo sekond. Faleminderit. Gjithë mirat. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Urdhra. Tani edhe unë i bashkojmë këtij zotënisë më burr me këto thirrje që bën, po me qenë i persekutuar ky edhe të punonte në për uzina dhe fabrika, sikur nuk shkon. Me sa i njohim në jetën, se edhe ne nuk jemi të vegjël, ai është 82 vjeç, ne jemi 74. Edhe nuk më merr mendja që ai ka qenë i persekutuar, edhe të punoj në për fabrika uzina, ai vesh gënjen veten një herë. Ne kemi jetuar atë. Edhe ditë them që Edi Rama, sa ikni ju zoti Klevi, vjen një gazetar tjetër, të njëjtat zëra, të njëjtat mendime, jo Edi Rama, është një diçka zoti gazetar.
që ne duhet shajmë një herë radhë parë vetë-veten. Sepse nuk e pruri Edi Rama vetë-veten atje. Ne e prumë Edi Ramën. Duke filluar nga unë i pari, nga ai që shan Edi Ramën, ose shumica, ose ai Karaxhiçi, ai që i vuri zjarrin Shqipërisë në 91-shin, me gënjeshtrat e atij, me një thënie komunisti, që do e bëj Shqipërinë nga themelet edhe e shkatroj, ose e ndërtoj, po do e bëj Shqipërinë nga e para, do prishim çdo gjë të Enver Hoxhës. Ja ku jemi, zotik. Edhe ngrihet me paturpsinë ai që do të bëj sot demonstrata apo greva apo çfarë do të bëj ai, me paturpsinë thot po ikin shqiptarët. Po pse ikin shqiptarët, më zotni? Pse ikin? Po t'ishin gjitha fabrika, uzina, kantiere që u ndërtuan me gjak e djerës, nga prindrit tana, edhe nga unë bide. Po t'ishin ato, a do t'kishin ikur shqiptarët? A do të kishim të pensione që qahemi për i thon 100 euro i merr në Itali ose në Kosovë i merr brenda ditës 100 euro. Edhe ne gëzojmë 100 euro pension. Pra, e shikojmë që këtë politikë të kalbur e bjem vetë në pushtet, duke sharë njëri tjetrin. A nuk ishte më mirë që ne të ngriheshim kundra këtyre që kemi 35 vite që po gënjejmë veten, po na gënjejnë Edi Rama, ai Karaxhiçi, Fatos Nano, e me radhë. Pra, të shajmë vetë-veten, jo politikanët. Faleminderit ju që më dëgjuat. Faleminderit zotëri për telefonatën, përshëndes. Presim i tjetër telefonat në studio. Karolinja, presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri, urdhro. Përshëndetje. E si qiko? Urdhro. Ky edhe unë e para mbështes para folësin tim, ky më duke e sa përmeti, lerte e bene që mua nuk më intereson asë njëm. Sot të ngrihemi të bëjnë greva revolucionare. Si sema tja unë, këtë vrasi ky, ka Serbë këtu, ka Amerikanë këtu, ka Turqët, ashtu popull turista ka në i tjetër që quët hatë ta vrasim se në ka zaptuar si luftoj Skënderbeu. Do gjithë Turqit, do gjithë Anglesë, do gjithë patën rrugën që është tek. Ko qërë mund s'ka këte? Unë nuk e di. Po të dalim të vrasim një i tjetërin. Pa ti vrasim, ku dalim para? Me sika, me zjarë, me skopinj, me qatë ketë, me arëm, pa arëm. O zotëri, thiri mendjes, ngreu në grevë, si që ngrit e Egypti. Ka greve Egypti këtu? Nuk ka. Mos u mbështilni pas një hajduti. Ka shumë gjera të vjedhura. Më vjen keq, unë e ka votuar 2 herë Sali Berisën. 2 herë. Me Sali Berisë nuk votoj. Ku keni Bamir Topin ju? Që se pranoni Bamir Topin ju? Pranoni atë përzerën e Shkodrës. I ka ma 1 milion euro makinën. Edhe këta nuk janë të pak përzerë. Nuk laj fytyrën me që s'ka vjedhur. Ku keni edhe Eduard Islamin? Që se pranoni atë ju? Iku Bini Kodër, usem demokratë, jo ty, ti e gazetar. Bini Kodër, që të më besë për vete dhe mua të Edi Rama, me gjithë na Edi Rama, e të më besë aty të si që ka votuar 2 herë në para. Unë të që t'ja për emra këtu të tem që pjës filanin e pjës fyshtekun, nuk e kam lejnë atija, që kam votuar. Që unë jam socialist zotri. Pra ndeja po të nisesh me krimet, edhe këta kam bërë krimet, sa të do që jam me krimet e Sali Berisës, në nëndrjeta, tha shumë mirë. Ku nuk i këte shqiptari në Shqipëria, një që nuk prisë zotri ku thiri, metalurgjiku, ku është naftë e Balqit, që mirë është nafta Kosova luftonde edhe i shkonde naftë gjina Shqipëria. Ku janë aeroplanët, ku janë tanket, ku janë murtajet, ku janë kundra euro, e zdjesë se sërgjyshve tanë, prindve tanë, ndoshta 9% e vogël edhe imja. Ku janë bërë
ku është treni që ashtu e beri rinia me aksione, që kjo që nga ka ngelu këtu në një gje bazore këtu se tjera të... Të kuptova, zotëri, faleminderit për telefonatën. Përshëndes, javë të mbarë, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje Klevi, të uroj një javë të mbarë ty dhe gjithë stafet mrekullueshëm. Faleminderit gjithashtu dhe ju, zotëri, urdhëro. Jam plot si dakord me dy parafolësit. Kupton? Është një zhgënjim 35 vjeçar nga Sali Berisha dhe Kristaj Qerama. Këta janë opozitar natën, por ortak vëllezër ditën. S'ka nevojë me fjalë. Duket të në çdo aferë korrupsioni që nga bankërsi, Banka Shqipërisë e me radhë. Është fatkeqësi. Po krahas këtij zhgënjimi, jemi shumë të zhgënjur edhe nga Bashkimi Evropian dhe Amerika. Se bëmat e të këtij grupit strukturuar kriminal djenë. Por në krye të drejtësisë janë vënë njerëz të shantazhueshëm. Duke filluar që nga kraja, që nga domane që punojnë me dy standarde. Prandaj jemi në këtë gjendje sot. Altin domane punojnë në mënyrë selektive. Atë vend aty e meriton ai prokurori Piet që filloi hetimet për bankërsin. E meriton ai i kurumit në Durrës aty. Kemi Edi Ramën, që kemi dhe doktor, dhe arkitekt, dhe prokuror, dhe hetus, dhe kryegjyqtar, dhe kur është kaps, në vend të fusim një oklaiz si popull, ndron kushtetutën, ndron nenet, por o popull zgjoh e mund sheshet, lërë Sali Berishën dhe Edi Ramën të vrasin në vetën, aty, maskarent. E sartë. është turë për faqë të zezë. Këpëton, u ka përdis dje që pas ka fëtu Trumpi. Po si ka mundësi që ti unë tjetëri që kemi ardhë nga Amerika, si zyrtar Amerikan, nuk e kemi takuar dhe pas ka fëtu Trumpi. Në qofte ka fëtu Trumpi me fjalë. Për t'i dhonë në ile kë, harami qofte flaka i rëndë komplet globit. Qoftë mirë. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën, gjithë mirë dhe juve, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mëgjesi. Përshëndetje zotëri, urdhëro. Përshëndetje, more, pa sikur do. Sa do jetët që popull shqiptar në këtë gjenje, more. Sa do jetët që popull shqiptar, more, me këta ftyra, dhe këtë ftyrë të rejtën. Ma shikën të që kanë maru vizitat në përbot, e ju futet vizitat. Karën linje me zotërin, presim dikë tjetër, mirë mëgjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zotëri, urdhëro. Përshëndetje dhe i herë. Përshëndetje, zotëri. Desha të flasë dhe i herë për një problem që ka të bëj me ato gjëra që i vënë Sali Berishës. Ekonomia tregut në një demokraci, ne jemi në demokraci shumë largë vendeve të përparuara. Flasim për fabrika, uzina, që ne. Ato kanë qenë të degraduar që nuk i mbjetonin do të ekonomisë tregut më re. Nuk i mbjetonin do të shafleti. Unë kam punuar, kam vite të shi që shuhet dhe kam punuar në një fabrik që ka qenë nga më të rejet në Shqipëri. Nuk po e them se ku e që shëtek. U përballën, në këtë moment u përballën në konkurencë. E ishin dhe detruar të rendojnë. Pra, vërtet shumë fabrika pa, shumë uzina që shteti komunist i mbante, a më dëgjat? Të dëgjoj shumë mirë, po. Mbante shumë. I mbante me kose që vafronin popullin gjithë një me shumë, me humbje, e ka qenë një parim të prodhojmë gjithë shka qofte dhe njësi prodhimi, mjafton që të plotëson kërkesat e popullit. Po ato bëshin me kosto shumë të larta, e vazhdimisht qoshin në degradimin e ekonomisë e gjëra tjera.
Zotë e për fabrika, zotë jemi nostalgjik se aty fabrika uzinat e vërtet, nuaj njerëz kanë jetuar atje, po kanë qenë nuk i mbietonin dot ekonomisë tregut, që ne pretendojmë të shkonim edhe të integroheshim më shumë. Zoti jemi shumë nostalgjik them unë te këtyre fabrikave uzinave. Unë kam jetuar ne kam bërë shkollën e mesme në Korçë dhe shkonin te uzina e instrumenteve, e quhenin që gjëtë jashtëzakonshme quhenin. Po, nuk më jetonte se kishte instrumente bota shkaluar në fabrika që bëshin gjëtë makineritë me kompjutra, me gjëra ashtu dhe edhe ajo që ishte si të them një mrekulli për Shqipërinë, përdorosh instrumenta, presh dhe gjëra tjera, edhe ajo erdhi fundjesh. Zoti vënë brishës gjithë ato që shkatërrojnë Shqipërinë, hëq fabrika dhe uzina që nuk i mbjetonin dot konkurrencë ku aty pretendojmë që ne jemi pjesë e tregut global. Të kuptova. Më falni që ju mora pak kohë. Faleminderit për qasjen tuaj. Je jashtëzakonshëm mirë. Gjithë mirat, faleminderit. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, zotri ose zonjë, urdhroni. Zotri ose zonjë. Mirë, e mbyllim. Presim dikë tjetër. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, Klevin. Urdhro. Se më nërpritet gjëseda, a din gjo, a ka defekta atë, apo ashtë në një atë se banë seleksionim? Nuk e dim, zotri, urdhro. Po, fola, unë atë ku i kisha thelbin, atë më nërprej, dhe unë vesa hajtë tash të heqi, se unë me të vërtetë, ma stacioni si adhërëj stacionin tënë, përveç ty s'ka burë që më dojnë nga ty, po flasë edhe me si stacionin, atë pravin të syrje. Unë këta du këta ashtu se unë nuk mund plasë të kolovari Karlo Bolejna, se më kanë bënë në grëda. Unë do flasë ta shprej mendimin tem. E pra me thashën, si ka mundësi ky popull shqiptar që është gjënyzuar ka në të ashtu mërë. Po i matet temperatura e puti e nervave shqiptare nga kjo ftyra e jartë e komi shqiptar. A e shikoni, kanë maru vizitat e kanë maru të ashtë ata në përbot, e këtu në për qytetet, jesë që pe presin qytetet e Shqipërisë, a pe e shefni, jesë që e pretendorës, a pe e shefni, ku dhe të shkojnë a i birë kriminalit, a i vetën gure e kërshobla do të me gjujtë në ta. Se ata ka boj, a i aftyrë. Pra që për këta isha që fdi unë që me fole mi e thonë popullë shqiptarë, o popull shqiptar, atë e po se jeni popull i gjënëzum, dhe ato të regu, kur shkën të dhe të një dhe grupi parlamentar, me një kokosh që shuhet, një jëpë kokosh, pa jasë një piks, ose që ka pik një taulan që ka piku i librarqit, që s'kallon zjom nga të thonë ata të librarqit, pëmë aso blisë në kam pa bo që mërë me shunë, ashtu, dhe do me në bo edhe me vjë me lishtash, që zhëkot atë e ka me punu në bas ligjës që mos me një kata që vjellë. Po, ku shashtë, kur mërë, do të ato nuk ka mërë ka shkara nivelli intelektualit shqiptarë mërë. Ato ka shkara mërë, mirë se nuk e njënë, që ato janë. O Klevin, unë do flasë me gjuhën e shpyrët e teme me gjuhën, unë kam 5 pjesëtar familjes teme që i japin taksa dhe këta taksa pa mi hajnë kjo gulshedër shteverisje, po përveç se a gulshedra, po ju ka vënë ka i thërmijës. Thërmija që e me thonë dhe ka i ka cilë dhe këtu në policëve dhe ka bo shtetin policor, regimin policor që e mërët kriminali me taksa tona, të mërët, ata që i vjo taksat e shqiptarëve të mërë. Po kur do të bëjnë këj popull shqiptar mërë? A ka të mërë mërë? O zot, a thu do të bëjnë këta shqiptarë vetja vetë mërë? Po kur do të bëjnë këta shqiptarë mërë që në të mërë unë të 75 vjetë kjo rezim? Kjo rezim i jetet e ty në nga... Duhet të mbyllim tani. Po të mbëllë hajtë mije se ditën e mije, ti ditën e mije bërë. Gjithë mire dhe juve, presim i tjetër telefonat, shkurtimisht. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po, zotri.
Na ke mërzit me këtë Nikolën. Edhe unë si jam prej asaj krahinës, po në kësaj nuk ja kuptoj fjallë. A në të ditë vetëm një të fjallë, po një të fjallë. A i sikur me gjallë qala me një trelëz, e me vra një mire socialist, një disheshit Skënderbej, a i thot e ka mirë, sa ka shdu thot terrorizmin, a ka shdu thot terrorin komunist. Nuk duhet, a ja ka nëzirë bëthën krejtaj, nuk duhet me folë. Edhe mua një, edhe ati kushtrujshit dy, nga ka thonë, pasin fashin e zezë. Si ashtu fashin e zezë ati tjetërit këtë, pa i banë gjanë fishë për Saliberishën. Me ashtu fashin e zezë, ati tjetërit këtë i shkotit, nga ka thonë, le, mua edhe ati kushtrujshit, edhe ati kushtrujshin e falenderoj shumë, se edhe janë shumë njeri konstruktiv. A i thonë, tamon gjanat parimore. Edhe dy fjallë dhe shta me thonë për dëlimin e ushtërisë shlimtare të Kosovës. Po. Atjosh, ka pas një pa drejtësi shumë e madhe ushtërisë shlimtare të Kosovës, ka të drejtuesve. Dënesh viktimen e mos dënesh agresorin, kjo kur një njëranë. Kjo s'ka bo vaki, në si shtetë bo vaki s'ka. Dënesh viktimen e mos dënesh agresorin. Kjo është një lej, si kur me shku me dënojë si Stalinin, Molotovin, Zhuganovin, që kanë pështu Evropën nga nazizmi Gjerman. Që kanë pështu Evropën për pështu ushtëria Gjermane në luftën e dytë botërore, që kanë humbur jetën në Bashkimin Sovjetik 27 milion njerëz. Të kuptoj. Duhet ta mbyllim zotëri. Se sa për Anglinë, e sa për Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania kanë ka apo shkruar në Evropën. Se kishin prit aty fort, se kishin prit. Mos i shkon si Stalini me ushtërinë e kuqe. që e ka shpartaluar Gjermanin. Faleminderit zotëri për telefonatën, përshëndes. Shkëputemi për publicitet, pas pak me zotin Kujtim Hoxha në studio. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha. Zoti Kujtim, përshëndetje, faleminderit për kontaktin. Përshëndetje. Po më thoshit diçka shumë interesante mbi ligjin për shoqëruesit e efektive të lartë, drejtuesve të lartë të ushtrisë, në rast se transferohen nga një qytet në tjetrin, edhe shoqëruesit bashkëshortja në këtë rast apo bashkëshortët në rast se drejtuesit janë gra, duhet të përfitojnë një lloj asistence, gjithashtu të njihet edhe si vit kontributiv pune. Çfarë ndodh, pse nuk zbatohet, prej kur nuk zbatohet? Ka ekzistuar një ligj që nuk është fuqizuar akoma, sigurisht kanë ndryshuar në bazë të atyre rregullave dhe të kohës për të përshtatur më mirë në lidhje me zbatimin e këtij ligji, i cili ka qenë për hir së vërtetës që para viteve 1990 dhe vazhdon të funksionoj, nuk është fuqizuar. Për të gjithë ata funksionarët e lartë, themi drejtuesë të policisë të qarqeve që kalonin nga një rreth në një rreth tjetër, edhe për shkak sepse bashkëshortëve të tyre nuk u gjendej punë, në rastet kur nuk u gjendej punë atje në vendin ku shkonte, atyre ju jepe një tip asistence quhet, ose një rrogë e parashikuar me ligjin e kohës, e cila një kohësisht jo vetëm si e drejtë për të fituar si pagë nga shoqëruesi, por një kohësisht edhe një vjetër si pune, kjo koha e shoqërimit. Kjo më pas viteve 90, është përmirësuar me një-dy vendime Këshillit të Ministrave, e fundit është në vitin 2004, e cila parashikon pikërisht e përforcon këtë vazhdimsinë e këtij ligji, por çuditërisht në jetën e përditshme me sigurime shoqërore ka asur mjaft probleme. Cilat janë nga këto probleme? Unë kam patur një qytetar që ka patur transferim nga Dibra për në Gjirokastër dhe rrjedhimisht ai duhet përfitonte krahas pagës së bashkëshortes,
që ajo duhet ta merrte dhe që e ka marrë faktikisht për periudhën që personi ka qenë në atë funksion, por njëkohësisht në ditët e sotme që ka lindur e drejta për të dalë në pension, bashkëshortes i linte drejta për ta përfituar si vjetësi pune të dalin çuditëra shqiptare, po i them unë, sepse ato janë të shkruajtura dhe të qarta në ligj dhe në vendim e Këshillit Ministër në udhëzime, por dalin mendjellinj, po them, nga administrata shtetërore e cila duke vënë sebepe nga më të ndryshme nuk e zbaton. Për shembull, po themi një nga variantet që ka qenë edhe një tjetër qytetar nga Dibre që ka qenë i transferuar në një rreth tjetër ose nga Tropoja në Berat, i them kështu me raste, dhe i thonë, por neve nuk na ka derdhur sigurime shoqërore ministria. Tashi, çdo njeri e di që pas viteve 90 ka patur raste për shembull në qytetarë, në rastet private që s'derdhin kontribute, po ta imagjinosh që shteti s'derdh kontribute, kjo nuk është diskutuar asnjëherë. Por në mënyrë të vazhdueshme po dalin në raste të cilat si fenomene shfaqen rëndom në jetën e përditshme duke mos i dhënë të drejtën e parashikuar me ligj qytetarit. Këto raste janë problematika, po sido që tjetë, qytetarët krijohen barirat tilla të cilët në mënyrë artificiale pastaj i drejtojnë në gjyq, se të gjithë i kanë fituar këta. Është parashikuar në ligj të si a jep. Këtë nuk mund ta kuptojmë që mirë një inspektor duke e kuptuar gabim ose e zbaton gabim, po ka një administrat tërë mbi kokë se cili inspektor i cili duhet i kërkojë llogari për këtë rrugë. Janë të pafalshme që shteti, qeveria në këtë rast, edhe në rastet kur s'ka dokumenta që të shteti, po i njeh me atë ligjin 7/2025. Ndërsa këtu janë të vërtetuara, janë të i kërkojnë pastaj gjë më të çuditshme. Një member Gjajk, një burg shumë i nderuar, i kërkojnë për të që nga provoti neve që e ke patur bashkëshorte këtë. Po e është certifikata e martesës. Edhe kjo detyrimisht ka ikur nga Dibra, ka ikur pas burrit, ka ikur 10 vjetë, ka ikur në Gjirokastër. Kjo është prova qarë. Është edhe vendimi e emërimit të bashkëshortit ti, i cili ka lënë detyrën në Dibër dhe është emërvuar me vendim ministri në drejtorinë e Gjirokastër. Këto janë raste flagrante për cilën unë mendova që ta ngresi shqetësim, sepse janë jo raste të rralla, po janë fenomene që po shfaqen në të gjitha rastet. Me të njëjtën sy e ndjekin, ashtu sikurse janë edhe grupi shoqëror i atyre shoqëruesve, po të shoqëruesve, të familjarëve të tyre, të cilët përfitojnë si rezultati i ligjit për tetra belgjikët, për para belgjikët, për të verbit. Shiko, dikush më mori në telefon dhe më thotë, unë jam shoqërues i një të verbri, dhe nuk është parashikuar në ligj çfarë kërkojnë tash. Shoqëruesi merr një pagë për punën që bën, e quan punë atë. Shteti, në vend që t'i grumbullojë këta njerëzit, i ka besuar një të afërmi të familjes i cili kujdeset për ata. Dhe për këtë shkak ai merr një pagë të barabartë me atë që përfiton invalidi. Por çuditërisht, tash edhe logjikisht, po edhe faktikisht, shoqëruesit përse i jep pagë? Pagë ja jep. Po pagë në të zezë ja jep kështu dhe se nuk e siguron. Nuk e deklaron. Nuk e siguron. Ti e ke me vendim të Komisionit Mjekoligjore ke shpallur ata si njeri të paaftë i cili do ka nevojë për shoqërues. Dhe që këtu ai merr të gjitha atributat dhe beneficet që i takon pikërisht
ky status. Çuditërisht veprojnë në mënyrë të edhe është e rëndë, sepse merret me grupe shoqërore më të vështira që kanë nevojë për t'i përkrahur, këta i krijojnë artifica të tilla që për të mos ja u dhënë. Po si bëhet në këtë rast, si e bëjnë? Po si e bëjnë, kush i ndjek këto, domethënë në mënyrë rigoroze sipas ankimimeve që ka parashikuar legjislacioni, ata që vjen në gjyq e fitojnë, të tjerët pastaj thonë kështu e di qeveria, ky fat në ra, domethënë i nënshtrojnë të ligës në këtë mes, i nënshtrojnë pa aftësisë të administratës dhe bën një lloj me ato veprimet e papërgjegjshme të mund të administratës në këtë rast, duke u penalizuar për të ardhurat e tyre duke marrë më pak. Kështu ndodh në jetën e përditshme në Shqipëri, kështu ndodh me vendimin e Këshillit Ministrave 828, i cili doli në datën 30/12/2025, për të marrë atë kompensim që i thonë këta, ose bonusin, sipas grupeve shoqërore. Shumica e qytetarëve janë penalizuar, jo vetëm nga ligji, janë penalizuar nga administrata, nga mos zbatimi drejt i këtij vendimi. Në pikën 2 thuhet për shembull të gjithë nënat me shumë fëmijë që kanë përfituar këtë status pas vitit 2014, të gjithë ata që kanë përfituar nga neni 20, nga ligji 29 i vitit 2019, pra këtu bëhet fjalë për minatorët, për naftëtarët, për këtë grup shoqëror tjetër që janë ata që kanë punuar në metalurgji, në furnalta, në punë të vështira të kategorizuar dhe të parashikuar nga ky ligj. Ligji thotë që përfiton 18.000 lekë, këta si japin as 18, as 8.000 lekë. Domethënë ka një arbitraritet të administratës për të cilën ata që kanë për detyrë audituesit në Institutin e Sigurinë Shoqërore, por edhe titullari i saj marr masa për të shikuar këto gjëra, si ka mundësi për shembull se në masë të madhe 40% njerë janë preashtuar nga ligji. I fut edhe këtu edhe një 5% të tjerë që vepron në mënyrë abuzive administrata dhe njerëzit allakaten poshtë e përpjet, sepse nuk gjejnë hapësirë as për të marrë kontaktet me administratën dhe për të gjetur dhe të zgjedhjen e dur, sepse nuk orientojnë dot. Qartë. Shumë faleminderit për sqarimet, zoti Hoxha, dhe një pyetje të fundit. Kisha për kategoritë, janë vetëm drejtuesit e lartë ushtarak që përfitojnë nga... Janë parashikuar ata që transferohen me vendim të ministrit nga një rreth në një rreth tjetër, sipas ligjit që është parashikuar atje dhe vendimit... Kategoritë përfshihen në ligj. Janë parashikuar ata, edhe nuk zbata. E qartë, mirë. Faleminderit zoti Hoxha për gjitha sqarimet, ne do të presim telefonatën në studio për pyetje që mund të keni për zotin Hoxha. Numrin e telefonit e keni të avishuar në ekran, për këtë moment e keni të hapur, kështu që presim telefonatën e para. Mirëmëngjes, përshëndetje zonjë, urdhro. Jam një pensioniste këtu në Tiranë. Po? Edhe kam dalë në pension në qershor të 2008-ës. Po. Dhe marr një pension të pjesshëm. Po. 24 vite e 3-4 muaj. Dhe jam 76 vjeçe. Po. Edhe marr një pension më rritë vetëm 8.000 lekë. Megjithatë, unë kam dalë në pension në 2008, po në atë po që kam dalë unë, pensioni më ka qenë me 30 vite punë. Po, pensioni plot. Dhe me është rritur kaqë, me që kam patur këtë pension. Për një vite sa dushe të bishe 25 vite ishe në atë kohë. Atëre... U rrita jo, edhe mu rrit 2 vjetë e gjysëm që vajta 57 vjeqe
58, po 58, këshu, mire kam, 58 i bija në vjetore. Atëre, gjysmë. si pas shqetësimit që zonja ngritin këtë telefonat, kuptoj që zonja ka përfituar pension të pjesshëm për kohën që ka qenë. Domethënë nuk ka plotësuar vitet e punës që janë nevojitur në vitin 2008. Dhe për këtë shkak ajo është klasifikuar si pension i pjesshëm. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave 828, ajo futet në grupin shoqëror të pensioneve të pjesshme, po që nuk e kalojnë atë 22.000 lekshin. Prandaj kategorizohen si të tillë dhe për këtë shkak ajo përfiton atë 8.000 lekshin e vjetër si kombesim, të cilin do ta përfitoj deri në fund të këtij vitit, kështu është parashikuar ajo, për çdo muaj do marrë nga atë 8.000 lekë. Në qartë. Mirë, faleminderit zoti Hoxha, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëriu se zonjë jeni drejt për drejt. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. Jam një zonjë nga rreti Skaparit. Po. Mirë, po unë jam një kujdestare, një invalidi dhe kam vajtu në Skapar. Doja që t'i siguronja që do përfitonja gje. Vajta në Skapar më tha nuk e përfiton, ky është invalid, më tha mua, po ti nuk e përfiton se nuk ke lëvizur fare, më thoshte mua donte për pun lekësh në atë kohë. Unë po bëj 25 vjetë që i bëj smet këti, përso e kam punat, dhe kur më ka thënë këshu, sikur më ka vrarë për e të dytë. Sepse unë jam lidhur mbas këtij personi. Edhe tani unë mos të marrë një gjë tani tërë jetën time. Si beski, ai është invalid kokë kem, unë e ushqej vete, kam kunat. Nuk e ushqen as nena, as babaj, se kam vdekur as motra as vlla. Më kanë ngelur mua dhe për mba. Ju me të drejtë si ta gjej unë, dhe ndaj duan qik numin e zotërisë aty duat të qasë prizba atisë që duat të vinë në Tiranë, se unë jam në fshat latë, jam afër të morit. Si do që të jetë, nuk ka problem, edhe komunikojmë me telefon, po para prakisht, si pas shqetësimit që ngritët juve, kuptoj një diçka që duhet ndarë njerë. Ajo që është detyrë morale dhe shpirtërore nga njerëzit e afërt të familjes për të shërbyer dhe klasifikimit si shoqërus që bëhet me ligj, si shoqërus me ligj, se ai vërtet mund të jetë invalid, mund të jetë edhe në kushte të vështira, që nuk mban dot veten, ose nuk ushqehet, nuk vishet, nuk lahet dot vetë, dhe për këtë shkak do një kujdestar të themi, por këtë e përcakton Komisioni Mjeku Ligjor mbi bazën e llojit të sëmundjes. Nëse klasifikohet si e tillë, edhe kujdestari përfiton të njëjtën gjë si masë përfitimi në formën e një pagë, të themi, nga shteti, të cilën e përfiton njëkohësisht siç e përfiton edhe invalidi. Në këto raste përfiton njëkohësisht edhe për disa lloje sëmundjesh, si tetrabelgjiku dhe parabelgjiku, që përfitojnë një periudhë vjetësi pune kjo që i shërben, të cilën shoqërusit i shërben njëkohësisht edhe në kohën që del në pension. Por duhet ndarë kjo një. Kjo që juve i shërbeni moralisht, e keni njeriun të afërt dhe për këtë shkak juve i shërbeni, por nëse sini klasifikuar si shoqërus nga Komisioni Mjeku Ligjor nuk përfitoni gjë, pavarësisht sepse edhe moralisht, edhe shpirtërisht juve i shërbeni atij dhe ju takon moralisht. Moralisht, po ligjërisht, po themi, gjithmonë ligjërisht e përcakton Komisioni Mjeku Ligjor atë njeriun që do t'i shërbej. Dhe për këtë shkak ai përfiton pastaj ato beneficet e tjera në formën e pagës për kohën që i shërben, njëkohësisht i njihet edhe vjetësi pune për periudhën që do të dalë në pension pleqëri. I shtohet ajo vjetësi pune. Faleminderit zoti Kujtim, presim një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotëri, urdhëro. Dua t'i bëj një pyetje specialistit. Po. Jam pensionist
kam punur për 25 vite në punë. Po? Dhe 3 vjet janë të korrigjura, se kisha 28, ka dhënë 25 e 10 muaj. Pensioni më doli 301 Mora suplementarin 128.000. Vati 430.000. Tani 18.000 lekë tani ne nuk e marrë. Nuk kam 25 vite punë dhe. Qa bëhet shumë? Atëre, me të drejtë, qytetari ngre shqetësimin, se me gjithë se ka një vjetësi pune prej 25 vjetë e 10 muaj sa tha, e i përfiton një pension të tillë, i cili së bashku me pensionin suplementar, si duket është ushterak, dhe për këtë shkak, e i kalon atë shuma e pensionit pleqëriste dhe pensionit suplementare kalon 400.000 lekë. Dhe vendimi i Këshillit Ministrave ka parashikuar deri në 400.000 lekë. Pra nuk, ky kategori ku futet zotëria, nuk është parashikuar për të përfituar këtë kombesimin për 18.000 lekë, megjithëse ka 45 vjetë më tepër. Kështu e ka parashikuar ligji, a është e moralshme kjo, apo është tjetër gjë kjo, po ne po diskutojmë sipas ligjit. Ligji nuk ka parashikuar që këto kategori të përfitojnë kombesim. Faleminderit zoti Kujtim, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Po zotëri, urdhëro. Të lutem na dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit, jepi. Po, më fal. Jam një pensionist 70 vjeçar. Po? Kam punuar në minierë dhe kam marrë pension nga miniera. E kam marrë me 30 vite e 6 muaj punë. Po. Me gjithë kooperativës. Kam 2 pyetje me specialistë, të lutem. Po. Kam fituar gjyqin e kooperativës për 8 vjet punë. Po? Me apele me të gjitha. Më thonë nuk më dhanë shtesën, këtë shtesën që dhanë të funit, se kam dalë me 30 vjet e 6 muaj punë. Më kupton? Edhe e ke të pjesën pensionin, më thonë. Unë kam dalë minera faktikisht. Atëre të gjithë... Më falë dhe një sekundë, dhe nuk më quaj këto 8 vjetë që kam fituar me gjyq. Mora. Po, faleminderit. Atëre, sipas shpjegimeve tuaja, ju përfitoni pension minatori me ligjin 150/2014, e cila për shkak të atyre kushteve që ka vënë vendimi i qeverisë dhe ligji 150/2014, juve ju janë nevojitur që 30 vjetë punë, për të cilë 12 vjetë e gjysëm në nën tokë. Pjesën tjetër mund të kesh kudo, mund të kesh mbi 30 vjetë, duke futur edhe ato që ke njëjtur me gjyq që ben 38, themi, dhe si pas ligjit 29 të vitit 2019, ju keni përfituar këtë statusën e minatorit dhe për këtë shkak, parashikuar nga vendimi Këshillit Ministrave nëmër 828, të gjithë ata që kanë përfituar nga ky ligj, nga ligji 29/2019, ku futeni edhe juve, si pas shpjegimeve që dhatë. Ju duhet përfitoni 18.000 lekëshin. Nuk është parashikuar që kjo kategori të jetë si pas nenin natë 2, të themi 38 vjetë e 8 muaj ata që kanë dalë vjetë, 39 vjetë si vjetë, dhe duke kaluar, duke u bënuar nga një vit, duke filluar që si vjetë, ju janë dashur më pak me nenin 92. Juve plotësoni kushtet e nenin 92 se është parashikuar ndryshe me ligjin tuaj dhe i kini vite të plota, për këtë nuk duhet bëhet shkak administrata për të mos ja u dhënë, sepse është shkruar në pikën 2 të vendimit Këshillit Ministrave 828, ku ju përfitoni 18.000 lekë. Por, shuma nuk duhet kalojë 20.000 lekëshin. Kjo është kriteri. Nëse je nën 20.000 lekë, duhet përfitoni bonusin ose të themi kombesimin për 18.000 lekëshin. Mirë, faleminderit zoti Kujtim, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje.
Jeni drejt për drejt. Ju lutem ulini zërin televizorit, komunikoni me ne vetëm nëpërmjet telefonit. Përshëndetje. Po, zotri. Unë e falenderoj ekspertit, një edhe juve që lejti të shtit të gjënë ekspertit, unë do e pisha për diçka të veçantë. Po? Si bëhet për tre pastrusit të dvej, apo tre pastrusit të dvej, si Edi Rama, Erion Belia, edhe ka vlet balla për t'i vrarë ta, që po marrën qafë di një kom. O, bo. Se të apit ekspertit. Nëse jemi për titër gjë, këtu Jemi ato... për pensione, tani ato nuk... Unë e kuptova, kjo është në moralisht, se nuk ka kuptim që sot në shekullin e 21 të flasim për vrasje për këto. Por në mënyrë simbolike të ekzekutojnë këta njerëz që ju kanë në qafë me ligj, duke ndërtuar ligje despotike, të cilët penalizojnë në mënyrë pa drejt qytetarë të ndryshëm, grupe shoqërore, për të cilët nuk sigurojnë një minimum jetik për të jetuar në kushte një qikë më ndryshe se sa jetojnë sot. Sigurisht ka shumë rrugë dhe për këto defekte, për këto probleme që shfaqen në rëndom në jetën e përditshme, të vetmit që kanë në dorë janë qeveria. Duhet të marrë masat për të ndryshuar ligjin dhe për të shikuar ato defekte dhe ato probleme që asen në zbatimin e ligjin të rregullojnë në favor të qytetarit, sepse është një nga detyrat e qeverisë për të mbrojtur shtresat në nevojë, ato shtresa që nuk mund të ecin dot vetë, për t'i patur, si të thuash, gjithmonë në qendër të vëmendjes, edhe për t'i plotësuar ata një qoftë në medikamente, qoftë duke nxjerrë, siç e kanë me të tjera gjëra, për të nxjerrë atë kartën e pensionistit për të blerë me çdo javë me atë kartën ushqime ose edhe shërbime, krahas asaj pasaj që të ketë një kujdes të shtuar për të rritur pensionet realisht, për të indeksuar me një koeficient më të lartë se sa sot, sepse edhe në ndjesinë e qytetarëve vërehet që ky kombesim, ky indeksim nuk plotëson ato nevojat e qytetarit. E qartë, zotë Kujtim, falenderoj shumë për gjitha sqarimet dhe për kontributin e vazhdueshëm që e për qytetarët. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare pas pak me Marcel Rupin. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4. Sot është një ditë e veçantë, sepse për herë të parë për këtë javë, Marcel Rupi do të dali në televizor. Nuk u mbasim kohë, sa energjik. Mirëmëngjes Marcel. Mirëmëngjesi Klevi, mirëmëngjesi të gjithëve që na dëgjoni dhe nisim kështu javën me super energji. Në fakt kam pasur vetëm një, le të themi thonë za një shqetësim të vogël që si s'na kapi shumë Valentini ditë javë ta bënim pyetjen kështu live, sepse sot për atë do flasim. Do flasim si e kaluam shumë Valentinin. Çfarë dhurate? E pas ke djegur. A morëm, a dhama të dyja. A e lam me fjalë që këtë vit s'po paguajmë gjo, po e duam një tjetër. Si e lam? Dhe në këtë javë e nisim edhe me një tjetër kështu lajm të jashtëzakonshëm se kthehet një nga fansat e emisionit, një nga legjendat tona. Nuk ka nevojë të përmendim emrin fare, mjafton ta prezantojmë direkt sepse njerëzit do ta njohin më një herë. Mirëmëngjesi edhe përshëndetje. Mirëmëngjesi Klevi, ama si je? Mirëmëngjesi. Ty ndjek në bicikletën o vëlla. Ja, halli madh. Rrallë parë, halli më i madh. Halli madh Klev se i kam vjedhur bicikletën. Tani të bëj pyetjen unë se s'e kam bërë ti po fillon të flasësh. Tani Shën Valentini ishte të shtunën, apo sapo kaloi. Morën 100.000 lekë. A bëre dhurat? A të bën dhurat? A e festove? Si e festove? Jo prapë se morën 100.000 lekë borx. Ha thash ti bëj dashurës. Kishte bë blok. Ka bë blok? Ç'a thua? Se ti vetëm kështu i shkruan vetëm Instagram, nuk e WhatsApp, telefon. Instagram, telefon, çajnë ato fucking messenger. Edhe ki kishe bler një dhurat dhe si adhe dot? I kisha ble, po. Aty miku truni se i bleva Klevo. Po?
Edhe sa rritet do. Sa rrita do... Do t'i bësh një thirrje që të vi, se Shën Valentin kemi për ditë nëse ajo vjen. Bëj një thirrje dhe me këngë më the do t'ja bëj. Si është ajo kënga? Që më the? Shën Valentinin nuk t'i adhurova. Të ftova, mor, të ftova. Gjithsesi turoj që ditët e tjera të kesh sa më shumë Po dhuratën çe bëri? Çe bëri dhuratën? Por çdo ditë ne mund ta shohim. Ku e çove dhuratën thotë Klevi? Kam shef aty poshtë dyshekut. Se mund të ketë ndonjëra që dëgjon dhe thotë, unë ndjej për atë djalë më jep dhuratën. Ruaje. Po, do ta ruaj Klevon, po shif kontrollo burrë. Erdhi 2027 a jena beqara da shif. Okej, po. Mirë. Premtimi, nuk është mbajtur premtimi. Edhe ditë të mbar. Edhe uroj dhe të shkuara, se ka qenë smurna, tha. Ja, do... Po, të shkuara, thotë Klevi. Kështu e filluam këtë mëngjes me këtë energji kaq të bukur, tani do të shohim të tjera intervista, pra do të kemi mundësinë për të marrë qytetarë të tjerë, të shohim si e kanë festuar ata Shën Valentinin, çfarë kanë dhuruar, a kanë marrë më shumë dhuratë, a kanë dhuruar, besoj që janë bërë të dyja krahët, pra janë shpërndar dhurata, por më e bukur është dhurata e tyre mund të jenë simbolike, më e rëndësishme është dashuria që njerëzit kanë. Kam një zotëri për shembull, e di që do ta pyesja edhe si është festuar përpara Shën Valentini, jo vetëm sot, ë? Nuk po flas vetëm për sot. Mirëmëngjesi, përshëndetje. A është festuar Shën Valentin e para? Unë se për Valentin, mosha ime. Po përpara është festuar Shën Valentini, se dua të di dhe në historitë të Shqipërisë. Festuar? Festuar. Çfarë dhuratash bëheshin përpara 30 vjetësh, 40 vjetësh? Valentini ka qenë gjithmonë. Po çfarë dhuratash i bënit? Se sot për shembull pak a shumë i dim. Dikur çfarë dhuratash bëheshin? I 5 lekëshe. Lek në dorë pleqa dushë. Ja zgjidhja ideale. I 5 lekëshe në dorë pleqa dushë vetë, se ti i di shihet tuaja më të mirë se të mjet. Shumë interesant. Okej, do të kemi mundësi për të marrë të tjera për anoncime. Në fakt do doja për këtë temë, kush më shumë se të rinj duhet të flasin për këtë temë, megjithëse ata i shmangen më shumë, ka një farë fobie përpara kamerës, siç e kemi thënë gjithmonë, dhe i shmangen më shumë kamerave, po nuk kam pse, tema është e bukur, interesante, që do të kemi mundësinë. Shohim, kam një djalë, nuk e di se do të ketë mundësinë. Mirëmëngjesi, e festove Shën Valentinin? Jo, nuk ka dëshirë të flasë djali, do të kemi një zotëri që është duke ardhur, të shohim se çfarë mund të na thotë. Mirëmëngjesi, e festuat Shën Valentinin? Nuk merresh. Po pse nuk është se duhet merresh me ndonjë gjë faktikisht. Ka punë tjera. E feston. Ka punë tjera. Gjithsesi ne kemi Shën Valentin. Ne kemi Shën Valentin çdo ditë. E rëndësishme është raporti, marrëdhëniet i kemi të mira, sepse më pas to ditët e caktuara, në fakt nuk duhet të presim një datë të caktuar. Okej, do të kemi mundësinë të marrim të tjera personazhe. Mirëmëngjesi, e festuat Shën Valentinin? Jo. Jo, po pse më apo ke për ditë? Okej, zotëria fatkeqësisht ka familjen larg, po sigurisht që festa nuk do të thotë që t'jemi vetëm afër dhe t'jetë në kuptimin material të dhuratave, edhe një telefonat, edhe një mesazh i dërguar, një transfer bankare. Është një festë për patjetër, edhe ajo është festë për Shën Valentinin. Tani të shohim, do të kemi të tjera mundësi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. A e festuat Shën Valentinin? Jo, mirëmëngjesi. Okej, do të kemi mundësi të tjera të shohim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Jo, nuk keni dëshirën. Dakor, ja të shohim një çift sepse janë dhe bashkë. Mirëmëngjesi, e festuat Shën Valentinin? Po, e festuam për bukuri. Po. Jemi të moshuar. Po s'ka probleme, festohet edhe në këtë moshën Valentinin. Tashi, i dhurove më shumë apo të dhuroj më shumë i dhurat? Të dhuroj këtë radhë? E këshit me radhë? Gëzuar. Gëzuar, jo e shumë gëzuar, gjithë mirë. Ju vaftë mbarë. Shumë të këndshëm. Mirë, shumë të këndshëm. Zotëri shumë i sinqert, kësaj herë tha, po, kësaj herë më dhuroj. Po, le të vi për ditë zotëria, ja këtu jemi ne. Zotëria që nga një fan si televizionit, për herë të parë pash një person që thotë vdes të dalë në televizor. Kush ka dëshirën, mjafton të jetë këtu, çdo ditë edhe do të jetë pjesë e ekranit tonë. Do të kemi një zotëri që është duke ardhur, e di që ja tentoj të më shmangë, domethënë halli madh, mjafton njerëzit ta thonë që rrugën, iku prap shtëpi. Bëjnë gjithë këtë problem të madh. Po iku shtëpi se tha, tani e kuptova pyetjen tha, do bëjnë një dhuratë pastaj të flas. Mirëmëngjesi, e festuat Shën Valentinin? No. Pse no? Ua, edhe kështu gjuhë ndërkombëtare? No. No. As jo, po no. Mirë Marcel, ne erdhëm në fund. Mirë, kemi raste të tjera.
Sot ishe i jashtëzakonshëm si gjithmonë, mund të them. Një energji e jashtëzakonshme ke sjellë. Faleminderit. Faleminderit dhe ty, Marcel. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për kohë për të zgjuar për ditën e sotme. Bashkë do të jemi sërish nesër në orën 7:00. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.